Mirë se vini në këtë analizë. Le të nisemi me një pyetje. Një pyetje që ka ngjallur debate pafund. Sjelljet tona, veçanërisht ato që i lidhin me gjinin, a janë thjesht diçka që e mësojmë? Apo mos vallë ka një plan biologjik të paracaktuar, një lloj skice që na formoson që në momentet tona të para? Pikërisht këtë do të eksplorojmë sot. Le të fillojmë me një histori të vërtetë. Një histori që të vënë në mendime. Një nën, e cila dëshiron me çdo kusht të shmangë stereotipet, i blen vajzës së saj një kamion zjarr fiksish. Jo kukulla, për një kamion. Dhe çfarë gjen pak më vonë? Vajza saj po e përkunte kamionin si t'ishte një foshnjë. E mbështjell me batanie, duke i përshpëritur: "Mos u shqetëso, kamionçi i vogël." Kjo nuk ishte thjesht një lojë me makina, apo jo? Ishte diçka krejt tjetër. Ishte një shfaqje e pastër për kujdesje. Dhe pikërisht ky moment na shtron pyetjen kryesore. A ishte kjo diçka e mësuar apo diçka më thelbësore, një impuls i brendshëm, i lindur? Për t'ju përgjigjur kësaj, duhet gërmojmë thellë të shkojmë tek vetë rrënjët biologjike të trurit femëror. Pra, ku i gjejmë përgjigjet? Duhet të kthehemi pas në kohë. Shumë pas, në mitër, aty ku gjithçka fillon të marrë formë, sepse pikërisht aty, në javët e para, ndodh një ndarje thelbësore, një moment kyç. Dhe këtu kemi një fakt vërtet mahnitës. Del se natyra ka një, si thuash, një model standard, një pikë nisjeje. Për 8 javët e para të jetës, çdo tru i fetusit, pavarësisht kromozomeve XX apo XY, zhvillohet sipas një plani femëror. Po, e dëgjuat mirë, ky është modeli bazë për të gjithë. Dhe ja ku është momenti vendimtar. Rreth javës së 8 rrugët ndahen. Në të majt, pa ndërhyrjen e testosteronit, truri vazhdon rrugën e tij fillestare, duke forcuar qendrat e komunikimit dhe të emocioneve. Por shikoni në djaft, kur testosteroni përmbyt sistemin, ai ndryshon gjithçka. Disa nga qarqet e komunikimit, si të thuash, krasiten, ndërsa zonat për agresionin dhe sjelljet seksuale zgjerohen. Mendojeni pak, një ngjarje vetëm hormonale dhe rezultati janë 2 arkitektura krejtësisht të ndryshme të trurit. Mirë, le të lëvizim përpara në kohë. Nga mitra, dalim në botën reale. Si shfaqet ky programim fillestar në jetën e përditshme? Le të shohim se si këto dallime bëhen të dukshme që në momentet e para. Kjo këtu është diçka e jashtëzakonshme dhe plotësisht e matshme. Shikoni pak shifrat. Gjatë 3 muajve të parë të jetës, aftësia e një foshnje e vajzë për të mbajtur kontakt me sy rritet me 400%, po tek djemt rritja është 0. Kjo nuk është thjesht një statistike thatë. Ky është themeli i vëzhgimit social, që në lindje, truri femëror është i programuar të kërkojë lidhje duke parë drejtë në sy. Dhe i gjithë kjo aftësi vëzhgimi ka një qëllim kryesor, të dekodojë botën sociale. Truri femëror është vazhdimisht në kërkim të miratimit në fytyrat e të tjerëve. Ai lexon shenjat më të fshehta për të kuptuar vlerën e vetes dhe dëgjon një gamë shumë më të gjerë tonesh emocionale. Për ta bërë më konkret, një studim i famshëm në Stanford zbuloi diçka interesante. Vajzat 1 vjeçare kthenin kokën dhe shihnin fytyrën e nënës për të marrë miratim para se të bënin diçka, ndërsa djemt shpesh e injoronin plotësisht një jo të prerë. Por bëhet edhe më e thellë, edhe më komplekse. Për shkak të kësaj ndjeshmërie të jashtëzakonshme, sistemi nervor i një foshnje vajzë praktikisht e thith gjendjen emocionale të nënës. Ky proces ka një emër, gjurmim epigjenetik. Provoni ta mendoni kështu. Stresi apo qetësia e nënës nuk është diçka që fëmia thjesht e shikon, por është diçka që shkruhet direkt në sistemin e saj nervor, duke ia formësuar për gjithë jetën. Mirë, por pse? Pse gjithë ky programim i ndërlikuar? Cili është qëllimi evolucionar pas kësaj aftësie kaq të mprehtë për të lexuar sinjalet sociale? Përgjigja në thelb është një fjalë vetme: lidhja. Të gjithë kemi dëgjuar për përgjigjen klasike ndaj stresit. Lufta ose ikja. Duket si e vetmja mundësi, apo jo? Por, a është vërtet kështu? A është kjo gjithë historia? Studimet e reja tregojnë se, veçanërisht për femrat, ekziston një strategji krejt tjetër, po aq e fuqishme dhe po aq e lindur. Ja ku është, strategjia kujdesu dhe miqësohu. Pra, kur përballen me stres, impulsi parë biologjik është të kujdesen, të mbrojnë fëmijët dhe veten. Dhe hapi i dytë, të miqësohen, të krijojnë dhe forcojnë rrjete sociale për mbështetje reciproke. E kuptoni? Për këtë lloj truri, harmonia sociale nuk është thjesht diçka e këndshme, është një mjet thelbësor mbijetese. Por kjo nuk do të thotë që agresioni zhduket fare, as pak. Thjesht bëhet më i sofistikuar, ai ndryshon formë. Në vend të konfrontimit fizik, armët bëhen fjalët, thashthemet, përjashtimi nga grupi. Kjo njihet si agresion relacional,
Një mënyrë shumë efikase për të arritur një qëllim, pa e shkatruar haptazi rrjetin social që është kaq jetik. Dhe pastaj, vjen adoleshenca dhe gjithçka ndryshon sërish. Kjo nuk është thjesht një periudhë me luhatje humori, është një riprogramim i plot biologjik, një rimodelim masiv i trurit, i nxitur nga një valë e re dhe shumë e fuqishme hormonesh. Ajo qetësia relative e fëmijërisë mbaron dhe mbaron në mënyrë dramatike. Pa pritur, truri fillon të përmbytet nga valë mujore hormonesh të fuqishme, si estrogeni dhe progesteroni. Kjo krijon një realitet të ri kimik, çdo muaj. Kjo pamje tregon pikërisht motorin e këtij realiteti të ri. Shikoni valën e estrogenit që arrin kulmin në gjysmën e parë të ciklit. Pastaj ai bie dhe progesteroni fillon të rritet. Këto nuk janë luhatje të vogla, janë valë të fuqishme që riformosojnë totalisht mënyrën se si truri përjeton stresin dhe marrëdhëniet sociale, nga java në javë. Pra si përkthehet kjo në jetën e përditshme? Le ta thjeshtojmë. Javët 1 dhe 2, kur estrogeni është në kulm, prirja është për më shumë socializim, komunikim, vetbesim. Pastaj javët 3 dhe 4, kur progesteroni merr kontrollin. Humori mund të ndryshojë drejt irritimit, stresit, dëshirës për të tërhequr. Dhe ky cikël bëhet ritmi i ri i realitetit emocional. Dhe gjithë kjo ka një qëllim biologjik. Estrogeni nxit prodhimin e dopaminës dhe oksitocinës. Këto janë kimikatet e kënaqësisë dhe të lidhjes njerëzore. Cili është rezultati? Të folurit komunikimi, veçanërisht ndarja e sekreteve me miqt, I jep trurit një shpërblim të vërtet, një ndjesi kënaqësie. Kjo krijon një shtysë të fuqishme biologjike për të përballuar stresin, duke folur. Kështu, bota e brendshme e adoleshentëve ndahet në dy realitete. Për trurin e një vajze adoleshente, burimi kryesor I stresit janë marrëdhëniet, intimiteti, frika nga refuzimi social. Ndërkohë, për trurin e një djali adoleshent, I cili është I mbushur me testosteron, stresi lidhet më shumë me sfidat ndaj autoritetit, me statusin fizik, me konkurrencën. Në thelb, ata përjetojnë dy realitete psikologjike shumë të ndryshme. Dhe sikur të mos mjaftonte e gjithë kjo, ka edhe një faktor tjetër. Qendra e kontrollit të impulseve në tru, korteksi prefrontal, është ende në ndërtim e sipër. Akoma nuk është pjekur plotësisht. Imagjinojeni si një kompjuter të vjetër që përpiqet të përballojë një lidhje internetit super të shpejtë, që vjen nga qendrat emocionale të trurit. Rezultati? Sistemi ngarkohet dhe kjo çon në impulsivitet dhe vendime të pamenduara mirë. Mirë, pasi pam gjithë këtë, lind pyetja. Çfarë kuptimi ka? A do të thotë kjo që jemi thjesht të programuar nga biologjia jon? Jo saktësisht. Këtu duhet të shohim pamjen e plot. Mendojeni kështu, dhe kjo është ndoshta mënyra më e mirë për ta kuptuar, biologjia, pra gjenet, hormonet, na jep skicën, planin arkitekturor, por përvoja jon, kultura ku rritemi, mjedisi, këta janë arkitektët që e marrin atë skicë dhe ndërtojnë ndërtesën përfundimtare, njëra patjetrën nuk funksionon. Prandaj, në fund të ditës, ai debati vjetër, natyrë kundër edukimit, del se ka qenë pyetja e gabuar gjatë gjithë kohës. E vërteta është se zhvillimi njerëzor është në mënyrë të pandashme të dyja. Biologjia na jep një palë syze, një lende përmes së cilës e shohim botën. Por janë pikërisht përvojat tona ato që e formosojnë dhe e ndryshojnë fizikisht trurin ton. Dhe gjithë kjo na lëm një pyetje të fundit, një pyetje për reflektim. Nëse e pranojmë që këto skica biologjike ekzistojnë, si ndryshon kjo mënyrën se si shohim dallimet mes nesh? Si interpretojmë sjelljet e tjerëve? Dhe ndoshta më e rëndësishmja, si ndryshon kjo mënyrën se si e kuptojmë veten dhe njerëzit përreth nesh?